Saranda duket se është më organizuar për të ofruar cilësi shërbime detare të njohura ndryshe si shërbimet blu. Kjo për kreun e industrisë së turizmit Arben Qipa konkretizohet me itineraret e qarta që ndiqen me korrektesë pa incidente shqetësuese. Ajo që kërkohet sipas tij është sjellja e kujdesshme nga operatorët, kontrolli nga qeverisja vendore dhe rregulli të jetë rregull. Jemi të gjithë fokusuar te shërbimet blu, pasi edhe slogani i këtij qyteti është ajo që lidhet me ngjyrën blu, me detin. Unë mendoj se jemi më të organizuar si vjetë, itineraret janë të qarta tashmë, pasi ne ato implementojmë të paktën për 5 vitet e fundit në mënyrë korrekte. Nuk kemi pasur incidente të natyrës që sjellin shqetësimin në opinion. Kështu që në këtë kuadër do të thoshja se të gjithë jemi gati për shërbyer, do sjellje të kujdesshme nga të gjithë operatorët, do kontroll padyshim nga pushteti lokal, se këtë vetëm pushteti lokal mund ta kontrollojë. Dhe rregullat duhet të jenë rregulla. Me rregulla të gjitha palët janë të kënaqura, pavarësisht se rregullat nganjëherë keq interpretohen. Që shikoni, rregulli prish situatën. Jo, kjo është situatën e prishim ne. Rregullat janë rregulla të shkruara si e zeza mbi të bardhë. Ajo që rezulton është se turistët që kërkojnë këto shërbime janë në një numër të qëndrueshëm, ndërsa kapacitetet që ofrohen janë disa herë më tepër, gjë që për Çipën parathot shumë për bilance që nuk kënaqen në fund të sezonit. Në lidhje me lejet të cilat jepen për skafet, për anijet, çfarëdo qoftë, kjo gjë duhet i rishikuar, duke u konsultuar me grupet e interesit, me autoritetet përkatëse. Kapaciteti është i ulët në lidhje me turistët të cilët preferojnë këto lloj shërbimesh, dhe shërbimet janë disa herë më tepër. Dhe padyshim këto sjellin pak kënaqësi te palët, padyshim do sjellin edhe le themi jo kënaqësi në bilancin ekonomik në fund të sezonit. Unë nuk mendoj se funksionojnë me vetdije edhe këto të cilët sjellin skafet, por që të mbash një skaf për gjatë gjithë sezonit me staf dhe mënyra se si punohet me kosto të ulët, është e sigurt që nga ana ekonomike nuk del. Si ka mundësi që këto vazhdojnë edhe shtohen? Pra është në kulturën tonë të bëjmë një analizë shumë të thjeshtë dhe si profesorin. Qipa shkon dhe më tej kur thotë se duhen shpërndarë dhe sipërfaqet e reja për beach bare për gjatë Bregdetit jashtë Sarandës dhe Ksamilit, sikurse ka ndodhur në shtimin e 2 të tillave këtë verë, që janë një risi dhe një mundësi më shumë për t'i mundësuar turistit të prek Bregdetin dhe detit larg nga hoteli ku akomodohet. Bashkëpunim me pushtetin lokal, bashkëpunim me pushtetin qendror, unë mendoj se duhen shpërndarë sipërfaqe të reja të Bregdetit ku mund të investohet për beach baret. Dhe kjo nuk ka as 1% të keqe, por ka përkundrazi 100% vetëm të mira. Zgjerojmë vijën bregdetare, zgjidhim një hall të turistit ku do të ketë mundësi le themi ta preki detin, qoftë edhe larg hotelit vet, pasi hotelet nuk disponojnë hapësirat e duhura, nuk është e pamundur fizikisht. Kështu që kjo është një ide, është një projekt i cili mund të funksionojë dhe mund të jetë vetëm rezultativ. Dhe është një zgjidhje për qytetin tonë. Janë bërë 2 investime të reja në qytetin e Sarandës, jashtë qytetit Sarandës, përfshirë edhe Ksamilin, ku do t'jenë si risi e re, le themi, për shfrytëzimin nga turistët e pavarur. Duke u krijuar hapësirë investimeve të tilla për gjatë Bregdetit, ende të papërfshira në zhvillimet turistike, mendohet se i hapet rrugë zgjerimit më tej të vijës bregdetare dhe diversifikohet kështu oferta, për të cilën strukturat hoteliere janë në pamundësi për ta plotësuar.